Kur qosh me mëngjes, mos mi qel telefonin. Teknologjia është e zoni vend shumë të madh, edhe një pjesë shumë të madhe të kohës tonë, ajo dopamina që po e liron të bo scroll është shumë e fuqishme, dhe është vështirë me i luftu, po një ndryshim të vogël që e kum bo, e që po ka efekt në ditën time, e që kisha dashur me nda me njerëz që nështë që janë të na përcjellë dhe kanë të njëjtin shqetësim, është që kur qosh me mëngjes, mos mi qel telefonin. Është qaq e vogël, qaq është ndryshim i vogël kur ta shen, po shumë të ndikon. E qysh më ka bind mu mes mi qel, se ka njëherë na viç e qelim dhe nuk jena të vetëdijshëm çka jemi të bo. Edhe e spjegoj ke një psikoterapeut që është si ti më konë krevet, në pijama je, edhe ki qelë sytë me mëngjes. Edhe në dhomë tone, janë të hi dë njerëz kush po dënë po hen, edhe po të kallëdën shka aj po dënë. Dikush është të bo një gjellë, dikush është të lutë me një fëmijë, dikush është të folë najsa. Nëse shka do dhe të je ashtu sa i ki qelë sytë veç pak. Ka shumë informata për mëngjes, po dhe cilat nuk janë diçka që ti po dënë, është diçka që aj po dënë me ta. Që mund me ndiku edhe për ditën tonë. Absolut, ose mund është me pa diçka të luftës, ose naj materiali cili ty mandej ta ndikon krejt ditën. Kështë që kjo është ndryshimi që e kom bo, që e lo telefonin larg, edhe qona në mëngjes i kry krejt obligimet e mëngjesit për djalin, për ushqime, me veshje, me krejt, edhe të marrë me dal në punë, e këshyri telefonin, nëse më ka thirr dikush se ka nevojë dikush në punë për mua. Deri del nuk e prek telefonin, deri del punë.